Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Dështoi sërish konstituimi i Kuvendit Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje tentoi sërish krijimin e një komisioni ad hoc për votim të fshehtë. Kryesuesi Avni Dehari kërkoi nga PDK, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Rdhërinë e Kosovës dhe lista serbe që të bëjnë propozimet e kandidatëve të tyre për komision. Sërish opozita nuk pranoi dhe nuk mori pjesë në votim. Nga 90 deputetët e pranishëm, 53 vota ishin pro, 1 kundër dhe 1 abstenim. Seanca e radhës është lënë për në datën 27 maj në orën 11. Forca më e madhe në pushtet në Kosovë, Vetëvendosje, sërish fajsoi opozitën për bllokimin e seancës për konstituimin e kuvendit. Deputetja Arbëresha Kryeziu, pas dështimit të 21 merat të seancës konstituive të kuvendit, akuzoi partitë opozitare për bllokim të qëllimshëm të procesit. Pam veprimin e radhës, absurditetin e radhës të partive opozitare në kuvend, cilat nuk morën fare pjesë në votim, në formimin e komisionit i cili e mundson votimin e fshehtë, një siç kanë bërë dhe për shumë seanca radhazi duke vazhduar bllokadën e konstituimit të kuvendit. Ajo deklaroi se partia më e madhe në pushtet është në pritje të argumentimeve që do të vinë nga gjykata kushtetuese mbi lishmërinë e veprimeve për votimin e fshehtë të kuvend. Ne kemi 2 kërkesa që po i presim opinionet e gjykatës kushtetuese në lidhje me ato 2 kërkesa shumë të rëndësishme. Njëra prej tyre pra është ka të bëjë me procesin e votimit të votave të mërgatës. Nuk kemi marrë përgjigje ende, mendojmë që është shumë e rëndësishme që të kemi një opinion të gjykatës kushtetuese sa i përket kësaj kërkese që ka dërguar lëvizja Vetëvendosje. Ne nuk jemi në presion si deputet të lëvizjes Vetëvendosje. Tha deputetja Kryeziu nga Vetëvendosje. Partia Demokratike e Kosovës sërish i adreson dështimes shumicës në pushtet. Deputetja Vlora Çetako tha se kjo situatë është e papranueshme për qytetarët e vendit. Fatkeqësisht asgjë të re për të thënë, Kosova dhe institucionet e saj vazhdojnë të mbesin peng i kryenetësisë së kryeministrit në detyrë deputetit Albin Kurti. Ajo i bëri thirrje kryetarit të lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti që të mos vazhdojë bllokadën e krijuar lidhur me konstituimin e kuvendit. Edhe nga kjo konferencë këtu i bëjmë thirrje, i bëjmë ftesë që të reflektoj. Qytetarët e Kosovës nuk kanë votuar për bllokadë. Qytetarët e Kosovës kanë votuar për të ndërtuar institucione të reja, të cilat do duhet të ballafaqoheshin me sfidat e qytetarëve tonë. Ishte Vlora Çetaku. Lidhja Demokratike e Kosovës shpreson në arritjen e një marrëveshje politike. Deputeti Lutfia Aziri komentoi mos konstituimin e kuvendit dhe tha se ende beson në arritjen e një marrëveshje politike. Është bosa e numrave, fatkeqësisht kronikë e zezë. Për kuvendin jena pa mundësu me ushtru detyrën tonë si përfaqësues popullit, por edhe më tutje jam për atyre që besoj që racionaliteti politik ka me çu drejt një marrëveshje politike për me kriju shumicë edhe Kosova mu të debloku nga kjo marrje politike pa drejtësisht. Megjithatë, ai kritikoi mënyrën se si Vetëvendosje po tenton të arrijë një marrëveshje. Ka veprime, por me deputet individualisht. Kjo nuk e bën besueshme një marrëveshje politike. Tani është për mu legjitime që partia parë me provu që me i bin deputetet më bo pjesë e saj të përfshi transakcione, oferta dhe joshje politike, por nuk krijon stabilitet. Do të me kuptu partia parë që pa një marrëveshje politike pavarësisht me kënd nuk ka stabilitet edhe nuk ka. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Time Kadria i tha se lëvizja Vetëvendosje po kërkon ndihmë nga Vleni, koalicioni politik shqiptar në Maqedoninë e Veriut, për të siguruar votat në Kuvendin e Kosovës për zgjedhjen e kryeparlamentares. Ndryshimi mund të marrë veç për lëvizjes së Vetëvendosje nëse ndryshojnë kandidatin ose ndryshojnë qosjen, mo hek për kësaj praktike për ndryshimin e formës së votimit, ndryshimi i kandidatit besoj që do të kishte një zgjidhje edhe zgjidhje e këtij gërshi që është krijuar në Kuvendin e Kosovës. Ajo është e mendimit se posti i kryetarit të kuvendit mund të zgjidhet vetëm përmes një marrëveshje politike ose një koalicioni të gjerë. Ka pasur edhe të Duda Bale, sepse janë deklaruar vetë se kanë aktivizuar mishtë edhe nga Vleni atëherë në Maqedoninë e Veriut, sepse në fakt ju kanë bërë, sepse edhe këta ju kanë ndihmuar që të vinë në pushtet. Janë qëndrimi individuale të deputetëve, secili deputet vendos individualisht. Ne nuk kemi ndikim as Adem Hoxha, por nuk kemi ndikim as Duda Bale. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.